Jemi rikthyer sërish të dashur shikues, jemi së bashku në drejtë dhe po diskutojmë mbi efektet tani të luftës në Iran ndaj pjesës tjetër të botës, në mënyrë të veçantë ndaj Europës dhe Shqipërisë. Por ajo që bën përshtypje në këtë rast, zoti Çika, është qëndrimi i Rusisë dhe i Kinës, të njohur zyrtarisht si aleat dhe partner strategjik të Iranit, duket sikur akoma nuk din çfarë të thonë dhe çfarë të bëjnë me këtë situatë të krijuar. Janë zënë dhe ata në befasi? Shikoni, e gjithë kjo ndërmarrje që është në veprim e sipër ka dhe kryesisht po them nga perëndimi dhe po e barazoj me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në rastin konkret, edhe pse nuk është e tillë, po nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka patur një qëllim që edhe me ato që është nisja e luftës në Ukrainë. Shkëputjen e Europës nga në radhë të parë nga bashkëpunimi me Rusin, në radhë të dytë një kontroll të pjesës e Euroazis, që është, do thoshja, një nga pjesët kyçe dhe më të rëndësishme të ndikimit apo edhe të rolit kush zotron atë rajon, zotron botën, kanë thënë një herë kohë. Dhe në këtë aspekt po të shohim atë që është edhe në konfliktet ose në përplasjet që ka patur Izraeli gjatë këtyre 2 viteve me Iranin, do shohim që roli i Rusisë ka qenë, të paktën në dukje, ka qenë jo aktiv, pasiv do thoshja unë, deri diku, edhe pse Irani ka qenë një nga aleatët kryesor në mbështetjen e furnizime usharake apo edhe infrastrukturore në luftën në Ukrainë. Madje që një kohë kur Izraeli u ofrua dhe si ndërmjetës për bisedimet e paqes midis Rusisë dhe Ukrainës. Megjithatë, ajo që duhet parë është konfigurimet të cilat do selli kjo përplasje. Se si do jetë konfigurimi në radhë të parë që shkojnë deri në teori të krijimit apo të formacionit të një shteti të ri në thellësi kohe në rajon. Flitet hap tashmë edhe për krijimin e entitetit shtetëror kurd, që do shihet se si mund të formësohet. Po miklohen, por ai pastaj hap kutinë e Pandorës për gjitha të zonat atje, se ki parasysh implikimet që krijohen me Irakun, me Sirinë, me Turqinë në mënyrë të veçantë. Shikoni, janë 2 shtete ato që përmendët si Siria, si Irakun, pjesën më të madhe ai që është autoriteti zyrtar shtetëror aty nuk zotron territoret e tyre. Si qeveria zyrtare në Siri, ashtu edhe në Irak. Nuk ka autoritet mbi pjesën kurde duke parë dhe rolin aktiv dhe shumë të madh të cilët kanë kurdët në të gjithë këto shtete, ku kanë prezencë jashtëzakonisht shumë të rëndësishme, dhe që ky është puzzle i madh më pas se si do zhvillohet. Sepse pastaj nëse do të kishim krijimin e një shteti të kurdëve, që janë rreth 40 milion banor, krijohet një balancë krejt tjetër geostrategjike në atë zonë. Patjetër, dhe atëherë shkojmë edhe në ato që janë zhvillime që ndoshta janë prekur pak edhe për arsye të mos interesit të rajonit tonë me konflikte siç është momentalisht i Pakistanit me Afganistanin, janë lëvizje të vogla të cilat kryhen në rajon për të pozicionuar në puzzle-in se si mund të shkojnë, është zhvillime të cilat mund të shkojnë në lindjen e rajonit e Euroazis, ku lidhet me ndikimin që do ketë Kina dhe cili do jetë ndikimi dhe roli i Kinës, që shkon më pas, akoma më tej, në ato të cilat janë tentativat e saj të vazhdueshme për Tajvanin. Por në rastin e Kinës, edhe pse është gjithmonë e gatshme për të ndërhyrë në Tajvan, e di shumë mirë që ka një kosto jashtëzakonisht shumë të madhe, e cila mund të çojë edhe në një konflikt në qoftë se do ekzistojë rreth 20 vite pas zhvillimin në Kinë. Dhe i gjithë ky konfigurim që do kryhet tashmë, dhe e them me një pikpyetje këtë pasi të shohim